Përshëndetje të nderuar shikues, nisim me një pambushur edicionin qendror informativ të orës 20 në radio televizionin Ora News për të njohur si gjithmonë me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, e kundër të tjera do të keni mundësi të ndiqni. Njëra migrant u përleshën me policinë maqedonase dhe arritën të futen në vend mes gazet lotësjellës dhe gardit të telave me gjemba. Klandestinët nuk ndalen, njëra prej tyre mbërrin çdo ditë në Europë përmes Greqisë dhe Italisë. Ministri i Financave deklaron se gjysma e ekonomisë është informale, ndërsa aksioni do i sjellë buxhetit 40 miliard lekë. Kompania audituese britanike Crown Agents drejt largimit, Ministria e Financave nuk i rinovon kontratën pas shkurtit të vitit 2016. Flamurtari befason në startin e kampionatit duke u mposhtur nga Teuta. Tirana zbret në fushë për 3 pikët e para. Qindra emigrant hynë në territorin e Maqedonisë pasi u përleshën me forcat e policisë dhe qanë gardhin e telave me gjemba të ngritur në kufi për t'i ndaluar. Klandestinët sfiduan edhe gazin lotësjellës në rrugën drejt Europës, ndërkaq një pamje nga ajri tregon për masat e dramës që përregjistrohet në kufirin greko-maqedonas. Pozicionimi i ushtrisë në kufi dhe gardi i telave me gjemba nuk i ka ndaluar emigrantët në rrugën drejt Europës që kalon nga Maqedonia. Qindra prej tyre çanë kordonin policor ditën e shtunë dhe u futën brenda territorit të Maqedonisë nga Gjevgjelia, duke sfiduar gazin lotësjellës të përdorur për t'i ndaluar. Trazirat nisën në kohën kur autoritetet maqedonase po lejonin në territorin e tyre një grup të vogël fëmijësh e grash, por pas tyre një turn prej disa qindra klandestinësh u vërsulën gardit me tela me gjemba e forcave të policisë. Përpasoj disa emigrantë mbetën të plagosur, ndërsa gra e fëmijë humbën ndjenjat. Gazetarët raportuan se shumë fëmijë u ndan nga prindërit e tyre për shkak të situatës së krijuar. Ndërkaq, pamjet ajrore tregojnë dimensionet e vërteta të asaj që po ndodh në kufirin greko-maqedonas. Por pavarësisht raportimeve, ministri i jashtëm i Maqedonisë ka mbrojtur reagimin përballë fluksit të emigrantëve, me të cilin po përballet vendi dhe ka mohuar çdo akuzë për përdorim të dhunës. Nikola Popovski ka thënë se mbyllja e kufirit ishte i detyruar, pasi Maqedonia nuk ka burime të nevojshme për menaxhimin e krizës. Masat për menaxhimin e situatës ishin në qendër të një bisede telefonike mes kryeministrave të Maqedonisë dhe Serbisë. Me flukse migrantësh po përballen edhe vendet e Europës qendrore. Shqiptarë dhe ukrainas po pushtojnë check-in duke hyrë në mënyrë të palishme me dokumenta false me qëllim kalimin drejt Britanisë, ndërsa Bullgaria ka blenduar kufirin nga frika e fluksit në rritje të azilkërkuesve. Emigrantë shumë nga Shqipëria dhe Ukraina po mësyjnë çdo ditë check-in. Është ky shqetësimi që përcjellin mediat çeke duke e konsideruar një fenomen të ri për vendin. Shqiptarët dhe ukrainasit i drejtohen check-is me qëllimin për të kaluar më pas drejt Britanisë së Madhe, duke përdorur dokumente të falsifikuara. Kontrollet e ushtruara në mjetet e udhëtimit kanë zbuluar se thuajse çdo ditë përballen me të paktën 20 raste të tilla. Emigrantët e palishëm përdorin pasaporta false italiane, greke apo kineze, por policia zbulon se ka patur edhe raste që shtetas çek me të ardhura modeste u kanë shitur mjetet e tyre të identifikimit këtyre emigrantëve kryesisht shqiptar kundrejt përfitimeve të majme. Policia thosë se duhet forcuar legjislacioni, pasi humbja e dokumentave personale nuk parashikon dënim të rëndë. Edhe Bullgaria është në alarm për përballjen me emigrantët. Helikopter ushtarak do të ndihmojë në monitorimin e kufive të Bullgarisë për të përballuar një rritje të mundshme të numrit të tyre, deklaroi zëvendës ministri i brendshëm bullgar, Filip Gunev. Në një intervistë për mediat bullgare, ai komentoi zhvillimet e fundit duke shprehur qartë frikën e rritjes së fluksit të azilkërkuesve të cilët po përpiqen të shkojnë në Europë përmes Greqisë, Maqedonisë, Serbisë e Hungarisë. Por fluksi i klandestinëve që i drejtohet Europës nga skajet jugore duket se nuk ka të ndalur. Qindra mbërrin çdo ditë në brigjet e ishujve grek, ku situata është e vështirë, ndërsa Italia njoftoi se arriti të shmangë një tjetër tragjedi në Mesdet duke shpëtuar 900 klandestinë. Varkat që sillen emigrantët në brigjet e Europës duket se nuk kanë të ndalur. Çdo orë disa dhjetra klandestinë, mes të cilëve gra e fëmijë, mbërrin në ishujt grek. Sipas agjensisë Reuters, nga 30 deri në 60 emigrantë hynë çdo 60 minuta. Shumë prej tyre nisën nga brigjet e Turqisë, ndërsa për udhëtimin paguajnë deri në $1.500. Ndërkaq, fluksi i klandestinëve nga lindja e mesme Afrika e Veriut nuk ka të ndalur as në brigjet e Europës. Marina italiane tha të shtunën se më shumë se 900 klandestinë u shpëtuan nga 2 barka në detin Mesdet.
Autoritetet italiani kanë transportuar ata për një anije, ndërsa ende nuk është vendosur porti ku emigrantët do të transferohen. Të dhënat zyrtare të autoriteteve italiane tregojnë se vetëm të shtunën, roja bregdetare ndërmori 22 operacione shpëtimi. Ndërojmë tani temën e informacioneve. Ministri i Financave lajmëroi nisjen e aksionit kundër informalitetit më datën 1 shtator dhe për herë të parë pranoi dhe foli për mos realizimin e të ardhurave që në 7 muaj ka shifrën 10.5 miliard lek. Shkëlqim Cani nuk gjen asnjë përgjegjësi në dikasterin që i drejton për këtë grop në buxhet, por ishte në gjendje të parashikojë ndërkohë ndikimin që do të ketë aksionin nga i cili priten të grumbullohen 40 miliard lek. Gjysma e ekonomisë shqiptare funksionon në informalitet. Kreu i Financave Shkëlqim Cani deklaroi në një konferencë për mediat se niveli i informalitetit në ekonominë tonë shkon deri në 50%. Mos lëshimit, kuponit tatimore të tjerë, informalitetin ne çmojmë që është në nivelet e 50%. Ministri Cani raportoi se për 7 mujorin e parë rënja e të ardhurave është 10.5 miliard lek, gjë që tregon se edhe korriku ka sjell 2.5 miliard lek më pak se plani. Mirë po shkaktarët i gjen jashtë dikasterit të tij edhe pse mos realizimi më i madh është në dogana dhe tatime. 10.5 miliard më pak se plani, po sepse janë faktor që nuk varen nga Ministria e Financave. Për të përgjigjur nivelit të ekonomisë gri dhe mos realizimeve, Kreu i Financave shqiptare ju referua aksionit kundër informalitetit, por sa para pritet të derdhe në buxhetin e shtetit nga kjo nismë. 330 milion dollar, ose afërsisht 40 miliard lek. Shefi Financave qetësoi komunitetin e biznesit se në 2016 nuk do të ketë asnjë rritje fiskale. Asnjë rritje takse. Aksioni kundër informalitetit pritet të nisë me biznese të mëdha, ndërkohë që kontrollet do të shtrihen në çdo subjekt. Në shtator do të diskutohet edhe mbi ashpërsimin e ndëshkimit për të kategorizuar evazionin vepër penale. Ekspertët e biznesit deklarojnë se informaliteti në Shqipëri ka pësuar rritje, si pasojë e përshkallëzimit të taksave me vendosjen e taksës progresive. Ata e cilësojnë të vonuar betejën e qeverisë me këtë fenomen gërryes të ekonomisë dhe apelojnë të mos ketë favorizime, subjektivizëm apo korrupsion. Përfaqësuesit e biznesit gjejnë si shkak të informalitetit aplikimin e taksës progresive, duke renditur atë ndër faktorët kryesorë që ka sjellë rritje të evazionit. Administratori i Konfindustrisë deklaron se tashmë bizneset evitojnë pagesat e taksave, duke dhënë rishfet. Ne duhet vazhdoshim së pari politikën e procedurave fiskale të thjeshta, pra sisteme të njësuara dhe jo të shkallëzuara tatimesh dhe taksash, dhe së dyti duhet të kishim taksa tatime të ulta, në të cilat bizneset dhe qytetarët duhet të ishin të interesuar vetë që të paguanin më mirë në shtet se sa të paguanin edhe të korruptonin funksionarët e institucioneve fiskale. Edhe eksperti Zef Preçi shpreh se përshkallëzimi i taksave ka nxitur sidomos biznesin e madh që të abuzojë dhe të mos paguajë taksa. Sa më kompleks sistemi, sa më shumë fraksione krijon mundësi për korrupsion, pra është vetë administrata që i mëson bizneset si të shmangin taksave, dhe njëkohësisht vetë bizneset është prirje natyrshme, domethënë kur nuk shohin shumë ura midis kontributit dhe përfitimin taksa, të tentojnë të shmangen. Nisja e aksionit kundër informalitetit sipas biznesit konsiderohet një punë e përditshme, prandaj ata mendojnë se vetëm një sistem i ri fiskal mund të justifikonte lajmërimin e një aksioni të tillë. Qeveria mund të shpallte aksion vetëm atëre kur do të kishte një fillim të ri politika fiskale. Ndërsa eksperti Zef Preçi shpreh se aksioni është i vonuar, ndërkohë që vlerëson si të rëndësishme pastrimin e administratës nga politizimi. Problemet që lidhen me korrupsionin, me informalitetin, me evazionin, janë probleme të lidhura integralisht midis tyre që ushqejnë njëra tjetrën. Dhe rritja e kontrabandës, paksimi i volumeve të konsumit të cigareve të tjerë janë tregues që janë instaluar rrjete korruptive siç kanë qenë administratën e mëparshme dhe vazhdojnë të vjedhin taksat e shtetit dhe të pasurojnë njerëz të cilët të para pastaj nesër investojnë përsëri në politikë dhe krijohet një rreth veçjas. Buxheti i shtetit humb rreth 3.2 miliardë euro në vit vetëm si pasojë e informalitetit në ekonomi, thuajse barabartë me buxhetin e shtetit. Kompania britanike Crown Agents, e cila u kontraktua nga qeveria në shkurt për të rritur të ardhurat në buxhetin e shtetit, nuk e ka përmbushur këtë qëllim. Burime nga Ministria e Financave bëjnë me dije se kontrata përfundon më shkurt të 2016 dhe se aktualisht nuk do të ketë as ndërprerje dhe as rinovim të saj.
Crow Agents, kompania që auditon doganat shqiptare që prej vitit 2014 pas ardhjes së Tomajtës në qeverisje, do të vijojë detyrën edhe pse nuk ka plotësuar kushtet e kontratës së lidhur me qeverinë. Burime nga Ministria e Financave edhe impozëra se do të ketë rishikim të kësaj kontrate, pasi kompania paguhet në bazë të performancës. Kontrata e kësaj kompanie është miratuar në 10 shkurt të 2014 me një afat 2 vjeçar dhe lë një hapësirë për shtyrje edhe me 12 muaj të kontratës në bazë të vendimit të qeverisë shqiptare. Marrëveshja përfundon zyrtarisht në fund të muajit shkurt të 2016 dhe pas analizimit të dhënave do të merren edhe vendimet përkatëse. Gjatë vitit të parë të punës në Shqipëri, marrëveshja me Crow Agents i ka kushtuar qeverisë mbi 4.2 milion euro, ndërsa vetëm automjetet kushtuan 400.000 euro. Kompania Crown Agents u kontaktua nga qeveria shqiptare me zotimin se do të rriste të ardhurat doganore me 1% të PBB-s, por në bazë të treguesve fiskal konstatohet se doganat kanë pasur një mosrealizim të ndjeshëm në 7 mujorin e parë të këtij viti. Por në mbledhjen e të ardhurave dështimi është i dukshëm, ndaj dhe autoritetet pritet që të mos marrin në konsiderat pikën e marrëveshjes që flet për shtyrje të afatit të kontratës, për aq kohë sa ajo u shkel në pikën më të fortë të saj, atë të grumbullimit të ardhurave. Janari i vitit që vjen do të jetë muaji kur do të ndihen efektet e reformës territoriale. Kreu i Agjencisë për zbatimin e reformës Artan Shkëmbi thotë se deri në atë kohë 20% e administratës vendore do të shkurtohet, ndërsa aparatet përfituara do të investohen në bashkitë e reja. Në intervistë për Ora News, Shkëmbi tha se janari do të shënojë edhe muajin e shkrirjes së policisë bashkiake, kompetencat e të cilës do t'i marrë ajo e rendit. Efektet pozitive të reformës administrativo-territoriale do të fillojnë të ndihen në buxhet nga janari. Kreu i Agjencisë për zbatimin e reformës territoriale Artan Shkëmbi konfirmon për Ora News shkurtimin me 20% të administratës aktuale dhe përdorimin e fondit të pagave për investime në 61 bashki të reja. Ky shkurtim ka ndodhur në shumicën e njësive dhe vazhdon procesi edhe të tjerat, sepse nuk mund të ketë, atje ku nuk ka këshill komune, nuk mund të ketë sekretar të këshillit komunës, dhe atje ku nuk ka kryetar komune, nuk mund të ketë shofer të kryetarit komunës. Në fund të këtij procesi, i cili nuk mbaron tani, sepse në janar do kemi strukturat e reja për të gjitha bashkitë, në total ne mund të themi që mund të shkojë një shkurtim rreth 20% të personelit të administratës së qeverisjes vendore. Nga janari do të shuhet edhe policia bashkiake, kompetencat e të cilës do t'i marrin uniformat e rendit. Edhe nga përvoja ime si kryetar bashkie, policia bashkiake ishte pamundur që të kryente funksionet e veta, sepse nuk kishte autoritetin e nevojshëm mes komunitetit. Pra e mund vendoste gjobat, por këto gjoba nuk arrinte do t'i mblidhte dot. Shkëmbi përgjigjet edhe kritikave se nga ndarja e buxhetit të qeverisë prej $20 milion kanë përfituar më së tepër mbi bashkitë e majta. Bashkia e Pogradecit ka më shumë fond se sa bashkia e Maliqit edhe e Korçës, ndërkohë që bashkia e Maliqit ka më shumë fond se sa bashkia e Korçës. Pra, kjo që sapo thash përmbys faktin që mund të jetë argumentuar politikisht. Ministria e Jashtme shqiptare dhe ajo greke janë vënë përballë njëra tjetrës me deklarata kundërshtuese e që marrin shkas nga ngjarja në fshatin Ndërmi pas ndërhyrjes së inspektoratit ndërtimor për prishjen e disa shtesave paleje në kishën e Shëntanasit. Athina zyrtare cilëson një akt të rënd këtë ndërhyrje, ndërsa diplomacia shqiptare çmon se qëndrimi pales greke është i papranueshëm. Banorët e fshatit Ndërmi në zonën e Bregut në jug të vendit dhe përfaqësues të kishës ortodokse të Shëntanasit kundërshtojnë vendimin e Bashkisë së Himarës dhe ndërhyrjen e Inspektoratit Ndërtimor Vendor për të prishur disa shtesa paleje të ndërtuara ndër vite, duke sqaruar sipërfaqen e kultit fetar. Banorët dhe prifti që shërben aty e cilësojnë ndërhyrjen shkelje të së drejtës dhe e besimit. Nuk e dim, ka ardhur msheu razi dhe kanë prishur kishën. Nuk u sqaruan me priftin, nuk u sqaruan me popullin. Që të vish në një kishë, në manier hajdutshë, që ta prishësh, këtu ka diçka shumë të dyshim. Kishin marrë qelsin të Gjitonja këtu një bashkëfshatari jon, Gjoja Dondis të Kandilat, api kishën, kanë plasur ikonat këtu jashtë. Por çështja e kishës së Shëntanasit në Ndërmi ka vënë përballë zyrtar të Athinës dhe Tiranës, një ditë pasi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme greke, Konstantinos Kuotris, e cilësoi ndërhyrjen për bllokimin e punimeve në kishë si akt të dhunshëm kundër besimtarëve ortodoks, reagoi Ministria e Jashtme shqiptare. Ky qëndrim është larg frymës së bashkëpunimit dhe mirë kuptimit të ndërsjellët midis Shqipërisë dhe Greqisë. Në Republikën e Shqipërisë, marrëdhëniet midis institucioneve të shtetit shqiptar dhe institucioneve fetare
janë tepër të shëndosha dhe mishërojnë frymën e bashkëjetesës unikale mes besimeve të këtij vendi. Shqipëria është e gatshme të ndajë eksperiencën e saj të vyer me Greqinë në këtë drejtim. Ministria e Jashtme shpreson që deklarata e zyrtarit grek të mbetet një rast i izoluar për zhvillimin e marrëdhënieve shqiptaro-greke. Një 18 vjeçare dhe 2 miqtë e saj kanë tentuar të marrin babait të vajzës një shumë prej 400.000 eurosh. Duke sajuar rrëmbimin e vajzës, një prej shokëve të saj ka kërcënuar 60 vjeçarin i cili është biznesmen i njohur, duke kërkuar në këmbim të lirimin të saj shumën e majme. Ata janë të rriqur nga plani pasi ati kishte denoncuar dhe pas arrestimit 3 të rinj kanë pranuar gjithçka. Aventura e një vajze me të dashurën e saj për t'i marrë të atit biznesmen i njohur në fushën mobiliare një shumë të madhe parash, ka përfunduar me arrestimin e të dyve dhe shokut të tyre. Burime nga policia e Tiranës bëjnë të ditur për Ora News se vajza 18 vjeçare me inicialet NÇ dhe i dashuri i saj kishin 2-3 ditë që mendonin të grabisnin shumë lekësh të atit të vajzës, që sipas këtyre burimeve është një biznesmen i njohur në fushën e imobilierisë. Për këtë arsye ata menduan të stimulojnë rrëmbimin e saj. Pasi kanë bërë planin, kanë kërkuar edhe ndihmën e një miku të tyre 19 vjeç. Në orën 12 të ditës së djeshme, biznesmeni 60 vjeçar ka marrë një telefonat përmes së cilës kërcënoi të dorëzonte 400.000 euro nëse donte që të lirojë vajza e tij 18 vjeçe. Burimet të policisë bën të ditur se gjatë kësaj kohe vajza qëndronte në një hotel, ndërsa babai i saj denoncon në polici se i kishin rrëmbyer fëmijën. Policia ka marrë në pyetje disa persona me të cilët shoqëroi 18 vjeçaria, ndërsa mamaja e vajzës ishte në polici dhe po merrej në pyetje si person që mund të ndihmonte në zbardhjen e ngjarjes. Një telefonat nga vajza e njofton se ishte lënë lirë dhe se ishte kthyer në shtëpi. Duke se kur kanë kuptuar se ishin denoncuar, të rinjt kanë anuluar edhe planin. Më pas, policia shoqëroi vajzën, të dashurën e saj dhe mikun e tyre, të cilët kanë zbuluar se të gjithën e kishin organizuar për të marrë një shumë parash nga 60 vjeçari biznesmen. Në 2 ditë ka shkuar në rreth 500 kg sasi e marijuanës së sekuestruar në tentativë për ta trafikuar nga Shqipëria në Itali. Policia e Leçës në operacionin e fundit sekuestroi rreth 170 kg marijuanë, të cilën 3 persona në bordin e një gomoneje e braktisën sapo vunë re se po ndiqeshin nga policia. Policia e Leçës ka sekuestruar në brigjet italiane rreth 167 kg marijuanë e sapo zbarkuar nga Shqipëria. Ka qenë një mjet i policisë aeronautike që patrullon këtë territor në kuadër të operacionit Triton 2015, që ka identifikuar në kanalin Otrantos rreth 16 milje larg qytetës bregdetare San Cataldo, një gomone me 3 persona në bord. Operacioni menjëhershëm i policisë financiare të këtij territori ka bërë të mundur gjetjen e mjetit lundrues së sapo mbërritur në këto brigje, si edhe një furgon, i cili do të merrte në dorëzim ngarkesën prej rreth 167 kg marijuanë. 3 skafistët së bashku me bashkëpunëtorët e tyre në bregun italian kanë braktisur mallin dhe mjetet në momentin që kanë nuhatur se policia italiane ju është vënë në gjurmë. Ngarkesa me marijuanë ishte hedhur në det nga skafistët me qëllim rikuperimin e mëvonshëm të saj në zonën e njohur si Kaze Simini, në provincën e Leçës. Ka qenë aksioni i policisë financiare që ka prishur planet e trafikantëve, duke i detyruar të braktisin gjithçka për të shpëtuar identifikimin dhe arrestimin e tyre. Brenda furgonit të braktisur është gjetur një telefon celular me mesazhe në gjuhën shqipe. Prokuroria italiane e qytetit të Leçës ka hapur një proces hetimi për identifikimin e trafikantëve, gjetjen e dërguesve dhe destinacionin e kësaj lënde narkotike. Vetëm një ditë më parë, policia italiane sekuestroi në brigjet e Leçës rreth 300 kg marijuanë. Si dëshmitar apo të përfshirë në një ngjarje, duhet i telefonojmë emergjencave, policisë, urgjencës mjekësore apo zjarfikses. Nga opinionet e mbledhura në Tiranë, qytetarët njoftojnë të parën policinë, më pas urgjencën mjekësore, por shumë prej tyre janë dyshues se emergjenca do të veprojnë në kohë. Në rast të një aksidenti, të një zjarje apo të një incidenti, gjëja e parë që duhet të mendojmë është të telefonojmë emergjencat. Pavarësisht se kjo është thirrja më shpesh publike, mjaft qytetarë shprehen mosbesuese se emergjencat veprojnë në kohë. Për të ditur se kë telefonojnë të parën nga emergjencat, realizuam disa intervista me qytetarë të Tiranës, nga ku vjet re se numri i parë që telefonohet është policia. Edhe me telefonu nuk përgjigjem. Ka më ku ka numër urgjencë, këtu ka numër nga tresit e urgjencët. Kë do telefononit të parën, nëse do shihni një situatë? 129-ën, policin. Në një situatë urgjenca mjekësore është kryesorja njerë, po kur ke në një avari në shtëpi, edhe zjarfiksja. Gjithë numrat e tij, 129-ën fillimisht. Jam e informuar sepse studoj mjekësi dhe është 127-a. Ajo 129, pëse se policia do të vi me herë, ta këshyri ngjarjen.
nuk janë të pakta ata që nuk dinë se cilat janë numrat e emergjencës. Këtu lajmëroni të parën? Ambulancën, policin. I dini numrat? Ja. Nuk i dini numrat? Nga që jam turisti se ka marrë informacionet akoma. Po ku tim në s'digje fare ose kush është numri i urgjencës. Në çdo institucion publik dhe jo publik, të afishuar gjendet të numrat emergjencave 129 për policin, 128 zjarr fikset dhe 127 urgjencat mjekësore. Telefonatat në raste të tilla shpëtojnë jetë njerëzish. Numri i nënave të reja që zgjedhin të abortojnë në mënyrë të vullnetshme është ulur, krahasuar me një vit më parë. Këtë vit numri i aborteve ka shënuar rënje me 74 raste. Në një intervistë për Ora News, drejtori i maternitetit Mbretëresha Geraldine Lenard Nona i shpjegon shkaqet që shtyn nënat e reja të abortojnë si dhe rrezikun që paraqesin abortet e kryera përmes medikamenteve. Në Shqipëri, numri i aborteve të vullnetshme është ulur krahasuar me një vit më parë. Sipas statistikave të maternitetit Mbretëresha Geraldine, nga 316 aborte që janë shënuar në 6 mujorin e parë të vitit 2014, në 2015 numri i tyre është ulur në 242. Abortet e vullnetshme të barrës kanë qenë për 2014 316 aborte dhe kurse për 6 mujorin e vitit të 2015 kanë qenë 242. Por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për abortet që kryhen përmes medikamenteve, që në të shumtën e rasteve ndodhin para komandimin e mjekut. Aborti medikal ka të mirat e veta, ka dhe të këqijat e veta. Domethënë ka të mirat e veta sepse nuk ndërhyet, por bëhet me kokra. Pastaj kur ka hemoragji, është detyruar të paraqitet pranë institucionit tonë që ne ndërhyjmë për çdo lloj hemoragji që mund të ketë që shkakton ky abort. Doktor Nona i hedh dritë edhe mbi shkaqet që i detyrojnë nënat e reja të kryejnë aborte. Kushtet e këqija ekonomike qëndrojnë në plan të parë. Ndërprerja e vullnetshme e barrës janë dy. Para njëri janë arsyet ekonomike që për shkak të arsyeve ekonomike që gratë nuk duan që të kenë më shumë se 2-3 kalojnë fëmijët e tyre 2-3-4 fëmijë, atëherë janë të detyruar të bëjnë aborte të vullnetshme të barrës. Përveç kësaj ka dhe aborte që kanë për arsye shëndetësore, mjekësore që janë të detyruar të bëjnë për shkak të problemeve të tyre që mund të kenë që këtë shtatzani nuk mund ta mbajnë dot. Mjekët raportojnë tendencë në rënje edhe për abortet e detyrueshme për shkak të gjendjes shëndetësore të nënës. Mira persona u bën bashkë sot në malin e të Morit në pelegrinazhin e përvitshëm në përkujtim të Abazaliut. Në fjalen e tij, kryegjyshi botror Baba Edmond Brahima ju bëri thirrje të gjithë shqiptarëve të qëndrojnë larg të keqes dhe terrorizmit. Qindra besimtar Bektashin kanë ndjekur ritualet e ceremonisë së shenjtë të festës së Abazaliut, që u mbajt në malin e Tomorit. Kryegjyshi botror i Bektashinëve, Haxhi Ded Edmond Brahimaj, në mesazhin e tij gjatë kësaj feste duke i bërë thirrje shqiptarëve dhe të gjithë bektashinëve në botë që të ndihmojnë e të qëndrojnë të bashkuar me njëri tjetrin. Të gjithë besimtarët e Bektashi, po dhe musliman kudo që ndodhen, i uroj bekim me paqe, po dhe vëllezërit tonë ortodoks, katolik, cilët vinë në këtë balë e frekuentojnë, ka domethënë gati qurë ardh demokracia që këtu papushim vinë në gjitha besimet. Përballë fenomenit në rritje të terrorizmit, Baba Mondi apeloi shqiptarët të qëndrojnë larg së keqes. Paqe, dashuri, mirësi, kundra gjithë këqijave që ka njerëzimi, kundra terrorizmit, kundra ignorancës, kundra varfërisë. Pelegrinazhi në malin e Tomorit të zgjat 5 ditë, por kulmi i saj shënohet pikërisht më 22 gusht. Lëvizja rinore për integrim ka mbyllur kampingun veror në Bregdetin e Jalës. Gjatë 5 ditëve, takimi të rinjve u përshëndet nga drejtuesit më të lartë të kësaj force politike dhe diplomatë huaj. Ata vlerësuan rolin e të rinjve si sekretin e rritjes dhe sukseseve të LSI-s. Lëvizja rinore për integrim ka përmbyllur kampingun veror në Jalë. Të pranishëm në ceremoni ishin deputetët Monika Kryemadhi, Vangel Tavo dhe Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti. Sipas ministrit, të rinjt japin garancinë që të gjitha objektivat realizohen. Kërish me këtë rini, ne kemi të ardhmen e garantuar, ne kemi fitoren e garantuar. Ky është investimi më i zgjuar, më strategjik që Lëvizja Socialiste për Integrim ka bërë. Ndërsa deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vangel Tavo, tha se një sekret i rritjes së LSI-s është LRI-ja. Është LRI-ja që ne si forcë politike na bën krenar. Jeni ju, jeni shpirti i LSI-s. Pas përmbylljes së aktiviteteve, pjesëmarrësit e kampingut të LRI-s kanë ndërmarrë edhe një aksion vullnetar në shërbim të komunitetit dhe ambienteve publike për pastrimin e plazhit të Jalës nga mbeturinat. Të tjera zhvillime shkurt i sjell kronika në vijim.
Policia e Durrësit ka nisur procedim penal në mungesë ndaj një 23 vjeçari i cili akuzohet se ka goditur për shkak të detyrës një mjek në spitalin e Durrësit. Zyrtarisht, policia tha se Jurgen Hoxha goditi mjekun me iniciale AN, 43 vjeç, pasi ky i fundit i ka kërkuar që të blinte një ilaç në farmaci për gjyshin që kishte të shtruar në spital. Mbi 11.000 rënj bim narkotike janë asgjësuar nga policia e shtetit gjatë 24 orëve të fundit, fal aksioneve të shtrira në të gjithë vendin. Gjatë operacioneve burime policore konfirmuan arrestimin e 5 personave dhe procedimin penal për 2 kryepleq. Operacionet ushtri në Shkodër, Korçë, Tepelen, Vlorë, Krujë dhe Bulqiz. Në rajonin e Korçës ka rënë prodhimi i grurit për shkak se fermerët përdorin farë jo cilësore. Ata thonë se nuk mund të përballojnë çmimin e lartë me të cilin shitet fara e zgjedhur, ndërsa specialistët e bujqësisë flasin për abuzime në shitjen e farës dhe mungesën e një strategjie afatgjatë për këtë problem. Qindra kosovari u drejtuan edhe këtë fundjavë Bregdetit shqiptar duke shtuar fluksin e automjeteve në rrugën e Kombit, por edhe masat ndëshkimore për mos respektim të rregullave të qarkullimit rrugor. Pas 2 muajsh bllokimi për shkak të punimeve, automjetet në Lezhë mund të qarkullojnë mbi urën e lumit të Drin, në hyrje të Lezhës. Punimet duhet të mbylleshin për 2 javë, por zgjatën 2 muaj, ndaj bashkia ka paralajmëruar penalitete. Ndalemi tani në lajmet nga bota. Rebelët e Sirizas do të kërkojnë nga presidenti mandatin për të krijuar qeveri si force të tretë në Greqi. Në konferencë për mediat, lideri i Bashkimit Popullor, Panayotis Lafazanis, tha se objektivi i partisë së tij është anullimi i marrëveshjes me kreditorët. Partia e re ekstremit të majt në Greqi, e formuar nga ish pjesëtar të Syrizas, do të kërkojë mandatin për të formuar qeverinë si partia e tretë më e madhe në vend. Bazuar në kushtetutën e vendit, 3 partive më të mëdha në parlamentin grek i është dhënë 3 ditë kohë për të formuar qeverinë pas dorëheqjes së kryeministrit Aleksis Tsipras. Lideri i partisë më të re të ekstremit të majt, Bashkimi Popullor, Panayotis Lafazanis, nënvizoi objektivat dhe platformën e partisë së tij në konferencën e parë për mediat. Ότι επισπεύδοντας τις εκλογές. Ndarja e Syrizas mund të afrojë Tsipras me qendrën e majtë duke zgjeruar numrin e mbështetësve të tij që gjithsesi mbeten të shumt pavarësisht kolapsit financiar që Greqia pësoi në udhëheqjen e tij. Korea e Jugut dhe e Veriut do të ulen në bisedime të nivelit të lartë për të zgjidhur mosmarrëveshjet mes tyre. Kjo deklarohet nga mediat koreano-jugore, ndërsa ndërkombëtarët bëjnë apel për ulje të tensioneve mes dy vendeve. Tensioni gjithnjë në rritje mes 2 Koreve detyron palët të ulën në bisedime. Mediat në Korenë e Jugut konfirmojnë se do të zhvillohen bisedime të nivelit të lartë, që pritet të mbahen në atë që quhet fshati i armpushimit Panmunjom. Mediat i referohen zyrës së presidentit në Suel. Ndërkesh një apel i qartë ka shkuar për 2 shtetet nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili kërkon që të mos ndërmerret asnjë veprim që mund të përshkallëzojë më tej situatën. Ai u ka bërë thirrje të 2 palëve që të angazhohen në dialogun i cili do të ulte tensionet dhe do të promovonte paqe dhe stabilitet në Gadishullin korean. Tensioni u përshkallëzua pasi Korea e Jugut hodhi poshtë ultimatumin e Phenjanit për të ndalur një stërvitje që po zhvillon në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lideri i Koreas së Veriut shpalli gjysmë gjendjen e luftës dhe urdhëroi trupat e vijës së frontit që të jenë në pozicione të luftës. Stërvitja vjetore filloi të hënën dhe do të vazhdojë deri të premten e ardhshme. Flamurtari befason në startin e kampionatit duke u mposhtur nga Teuta në stadiumin e qytetit të Fierit. Ekipi i Vlonjat nuk dhuroi një performancë pozitive, ndërsa vendimtar për Dursakët ishte Mihani në pjesën e dytë. Gjyqtari Emini falet dhe pikërisht në këtë moment vjen si alizimi ndërkombëtar Lorenzo Emini përfundon. Surpriza e javës inauguruese në kategorinë superiore vjen nga stadiumi i qytetit të Fierit, aty ku flamurtari me stofin e skuadrës pretendente në letër u thye nga Teuta. Fantazmat e sezonit të shkuar ju shfaqin edhe një herë vlonjatëve, pavarësisht se në stol nuk ishte më as Gjoka as Ramela, por çeku Stanislav Lövi. Dursakët në drejtimin e njeriu me eksperiencë si Ugash Magani treguan se një ndeshje nuk fitohet me parashikime, por në fushën e lojës. Aty ku djemtë e detit e dominuan ndeshjen, sidomos në fraksionin e dytë. Pjesa e parë u zhvillua me ritme të pëlqyeshme ku nuk munguan edhe rastet për shënim, ndërsa fraksioni final pa Teutën shumë insistuese, ku në jo pak momente Halilet ju desh të vishte petkun e herojt për të shpëtuar skuadrën e vendlindjes së tij. Megjithatë, gardiani Vlonjat nuk mund të bënte asgjë kur Mihani ktheu në rrjet një top të ardhur nga shtylla pas tentativës së Hoxhës. Në momentin që e pan veten në dizavantazh të besuarit e Lövit, shfaqën dëshirën për të mos u nështruar dhe rrezikuan fillimisht me Buval e më pas me Grecën, që nga fare pranë portës nuk devijoi dot sferën në rrjet.
Teuta arriti të rezistonte deri në fund, duke marrë suksesin e parë sezonal, kundrejt një kundërshtari shumë të kredituar në vigjilje të sfidës. Një start më ideal, ndoshta as vetë drejtuesi Dursak nuk e kishin menduar, ndërkohë që në Vlorë kanë filluar të dëgjojnë